Përshëndetje të dashur nxënës. Unë jam mësuesja Valdeta Alia, punoj me klasët e dyta pranë shkollës fillore Kirili dhe Metodi në Teto. Sot, për disa minuta, së bashku, do të shoqërohemi në orën e shkencave natyrore. Për të zbuluar temën e orës së sotme, do të shfrytëzojmë lojën e asociacionit, të cilën e kam përgatitur në formë të tabelës. Së bashku do të luajmë lojën, do të gjejmë zgjidhjen përfundimtare dhe kështu do të zbulojmë edhe temën e sotme. Fillojmë me zbulimin e kolonave 1 nga 1. A1 qumësht, A2 biç, A3 kau, A4 vëllet. Cila është zgjidhja e kolonës A? Ju kujtohet? Ta zbulojmë së bashku. Zgjidhja e kolonës A është lopë. Vazhdojmë me kolonën B. B1 mjaltë, B2 gëzof, B3 polar, B4 gjumë dimëror. Po tani keni zgjidhje për kolonën B? Cila është kafsha që do mjaltën, ka lëkurën si gëzofi, njihet ndryshe edhe si polar dhe flen gjumë të gjatë dimëror. Me siguri se ajo është ariu. Kolona C. C1 mbret, C2 kthetra, C3 Afrikë, C4 mace. Cila është kafsha që njihet si mbret? Jeton më shumë në Afrikë, është nga familja e maceve dhe njihet me kthetrat e veta. Keni përgjigje? Me siguri tashmë e zbuluat. Ai është luani. Vazhdojmë me kolonën D. D1 qumësht, D2 mi, D3 mjaullim dhe D4 nëntjetë. Keni ide se kush është kafsha që njihet si kafshë që ka 9 jetë? Mjaullin, don shumë të pi qumësht dhe të hajë ndonjë mi? E di se me siguri tani më e keni gjetur dhe ajo është macja. Tani kemi zgjidhjet e kolonave A, B, C dhe D, lopa, ariu, luani dhe macja. E keni idenë tani se cila është zgjidhja përfundimtare? Le ta zbulojmë së bashku. Ajo është kafshë. Kështu pra nxënës, loja asociacionit na solli edhe deri tek tema e ditës së sotme në lëndën e shkencave natyrore, dhe ajo është kafshët rreth nesh dhe jeta e tyre. Kafshët jetojnë kudo rreth nesh. Për të jetuar si çdo krijesë tjetër, ashtu edhe kafshëve u nevojitet ujë, ajër, dritë dhe ngrohtësi. Disa kafshë jetojnë të lira në natyrë, disa prej tyre jetojnë nëpër stalla, kurse disa jetojnë nëpër shtëpi dhe njerëzit kujdesen për to. Sipas vendeve ku ato jetojnë dhe mënyrës se si jetojnë, kafshët ndahen në 2 grupe, në kafshët e egra dhe kafshët shtëpiake. Kafshët e egra jetojnë të lira në natyrë, por to nuk kujdesen njerëzit dhe nuk i rrisin njerëzit. Ata jetojnë në vende të ndryshme të botës, por të pavarur nga njeriu. Si kafshë të këtilla, në foto zgjodhëm kaprollin, kengurin, velprën, por ka edhe shumë kafshë të tjera. Kafshët shtëpiake, për dallim nga kafshët e egra, jetojnë nëpër stalla dhe më afër njerëzve dhe për to kujdesen njerëzit. Si kafshë të këtilla njihen lopa, kali, pata, rozat, lepur, gomari, edhe shumë kafshë të tjera, të cilat do t'u lë që t'i zbuloni ju më vonë. Përveç kafshëve të egra dhe shtëpiake, njerëzit përdorin në shtëpitë e tyre, praktikojnë
të ruajnë edhe kafshë që quhen kafshë kanare ose përkëdhelëse. Ata janë kafshë shumë të buta dhe kafshë shumë të afërta me njerëzit dhe për to vazhdimisht njerëzit kujdesen sikurse të jenë pjesëtar të familjeve të tyre. Si kafshë të këtilla zakonisht njerëzit zgjedhin ndonjë mijë, mace, qen, lepuj, papagaj e kështu me radhë. Tani do shohim cilët janë llojet e kafshëve sipas mënyrës së të ushqyerit. Disa kafshë ushqehen me bijim, andaj quhen kafshë barngrënëse. Si kafshë të këtilla kemi ketrin, drerin, vijin, lopa, delja, lepuri, por ka edhe shumë të tjera. Disa kafshë ushqehen me kafshë të tjera më të vogla dhe quhen kafshë mishngrënëse. Përndryshe, këto kafshë njihen edhe si kafshë të rrezikshme për jetën e njerëzit. Kafshë të këtilla janë ujku, gjarpri, dhelpra, shqiponja, por ka edhe shumë kafshë të tjera, të cilët jetojnë edhe janë të shpërndara anë kënd botës. Një grup kafshësh ushqehen edhe me bijim edhe me kafshë më të vogla, andaj quhen kafshë gjithngrënëse. Të këtilla janë derri, vjedulla, ariu, majmuni edhe shumë kafshë të tjera. Këtu vlen të përmendim se si krijese gjallë edhe njeriu njihet si gjithngrënës, pasi që përveç ushqimit konsumon edhe ushqime të ndryshme barishtore. Kafshët rreth nesh do t'i shohim në vazhdim, po këtu nuk janë të gjitha. Tani do përmendim vetëm disa: pulat, derrat, lopët, gomerët, macet, qent, kuajt, drerët, adhimt, delet edhe shumë kafshë të tjera. Shumë më herët njerëzit i kanë përdorur kafshët për transport, për punë dhe për ushqim. Mirëpo, me zhvillimin e teknologjisë dhe aparaturave të ndryshme, sot puna e kafshëve është zëvendësuar me punën e makinerive të ndryshme. Andaj, ato ruhen vetëm për ushqim dhe për prodhime të tjera që i fitojmë nga to, siç është bylmeti dhe lëkura. Të gjithë njerëzit që ruajnë kafshë duhet të kenë kujdes dhe atyre t'u sigurojnë vend të përshtatshëm dhe higienik për jetesë, ushqim, por dhe kujdes shëndetësor. Për kujdesin e kafshëve, kujdeset veterineri, i cili ndryshe njihet edhe si mjeku i kafshëve. Ashtu si i kemi ne njerëzit të drejtat tona, të mbrojtura me ligj, edhe kafshët kanë të drejtat e tyre. Edhe të drejtat e tyre janë të mbrojtura me ligj. Prandaj, në botë shënohet dita botërore e mbrojtjes së kafshëve në datën 4 nëntor. Tani të përsërisim në disa pika të shkurtra atë për të cilën mësuam sot. Kafshët në fillim i ndajtëm sipas vendit në të cilin jetojnë dhe fituam 2 grupe kafshësh, kafshë shtëpiake dhe kafshë të egra. Sipas mënyrës së të ushqyerit, kafshët i ndam në 3 grupe: kafshë mishngrënëse, barngrënëse dhe gjithngrënëse. Shpresoj se tani mësuat shumë gjëra rreth kafshëve dhe si për detyrë shtëpie, unë do t'ju jap që ju të shkruani emrat të kafshëve që i keni parë apo për cilët dini se jetojnë rreth nesh, edhe në qoftë se ende nuk i keni parë. Besoj se detyra do t'ju ndihmoj të përsëritni atë që mësuam sot. Besoj se tani mësuat diçka më tepër për kafshët. Dhe mos harroni, kafshët janë kudo rreth nesh. Ato na duan ne, t'i duam edhe ne dhe të kujdesemi për to. Ju faleminderit, ju dëshiroj shëndet të mirë dhe mësim të mbar.